fontan dëshirash, zgjidh çka dush ti në këtë dunjë. Nuk mundesh, nuk jenë tokë tona, si në pushtet tonin, si në mall tonin. Krejt është Allahu Azza wa Jall. E nuk mundesh me shfrytzu jetën që ta ka dhënë Zoti, me gëzu ekzistimin që ta ka mundësu Zoti, me konsumu begatit që ti ka dhënë Zoti, ai ka kriju kejtën tina, në fund kur vjen koha me bo një lloj falëndrimi, thush, pse me dhënë falëndrim? Po që pse Allah, po ti qëta është kujtë kënë qëto? Me kërë. E harë, edhe nuk ki ku me parku kjerën. Si ku me parku? Ko që të komuna e linë. Të komuna e parkingu i komunës edhe i kryetarit komunës. Apo? Te do me parku kjerën që të. E parkan të kjerën që të. Vjen policia edhe ta shënën një gjopë për kundërvajtja. Ti thush, qa kja? Jo me qa pse? Pse me më dënu? Unë e ku du parkona? Apo? Kontestimi i kundërvajtjes bi bazën e lirisë së parkimit duke shkel një pronë në huj, a është qëllë e legjikshme apo legjikshme? Ha? Kajtë njëse kuptojnë, që mëna, që e parkute të vend, që është djetë, e kandate, është parkute, apo shiko që farë qase. Për një parking dvogël, njerës të në tja jenë menë, për një parking, mirë, ti në këtë dunjan ka të isku parkuash, e kujtë është jetë? Han, pen, lëviz, frymë merë, kush për të japë, ku e ke gjeti? E jam jashtë, qka është be jotja? Qka është e jotja? Ani që shishe uj, e jam ja kumbleone, po. Ani e jotja, në regu. Goja që me tepin e kujtë është? Goja, kujnë është? Qështë e kujnë është? E jam jashtë. Po mirë Allah, që kjo koncepti i pronsis du të me pasë definim. Qysh e definën të një sen që prona jote? Për shambull. Nëse thot një njerë për shambull, të ndërum qytetarë, une e kom zbulu definimin e pronës. Ka problem për vranjës për prona, une e kom zbulu definimin e pronës. Edhe në bazë të këti definimi, une e kam e vepru. Kështu që, kur do që ma konteston këtë definim të pronës, ka problem me mu. Qështu thot dikush. Thot, hajde cë definim pronës, definimi i pronës për mu është qka të më shesyni është e jamja. Pik. Ata qka thojnë? Qa është të është, apo? Jo, që është të shesyni, kada, se nuk o kështu. Do të me pati definim të pronës. Bas shkafi tjetë definim të pronës që është, që ku e din ti? Së mosh me marë shpinë me qire, pitikujna, edhe nesër shite shpia. Do t'i kush ka dalë Allah. Që është për shpinë? Të me qire e kija, përnë. Me qire, pa qire, kjo është e jemi, a përndojnë këto. A ta përndoj dikush e vlo këtë koncept ty? Ti a përndoj dikut këtë koncept? Qira gjia është e shpi njëri të përndoj. A ke pa dikun kështo përndoj? Ma nëzine certifikato vlo, që kalzon që goja është e jotja. Që është e jemi, po në krytem është. Ja Allah, ke që është, që në krytem është. Jas, do në paska që kjo standardi, me që është në kokën time është e imja. Po Allah edhe pastaj kështu i bjen që edhe shikimi qka të që është e jamja. Apo? Se mund me shikimi të ose po thëmë, së është e ti, së është a une. Së po në kështu Allah. E Allah të është. Ajtë ka kriju dhe tash më ti për të mirën tonë, për përfundimin e sukses shumë nesër, do është Allah në mengu, se ti Allah të nuk do është kurgjë. Sa i ka keqa konë qenë në tokë, apëtë. Këmë në logaria, për. Merë që ka dush, ba që ka dush. Allah ta konë të lirë, e po kur delë shpi dyqanit, është dikush e të që të vetë që të kje se a bënë veç që të të këshu që a ke marrën. Apo? Jo, të kësha ditë vëlla që kom e i pagu si kësha marrë. Ma shemë, shvalle ka në njetën tonë do senet në tjeshtë e i bojmë shumë absurde, në nivelin ma serioze si kuptojmë. Për shemë të nëzër edhe kjo, njëri për shemë tu kalu një sëllën të kjerë, që këtë kërë ka i mira. Hinë sëllën, po të banë, po të pëmëre, me përvu edhe, hajtë ditë në mirë. Që në mirë Allah, po më pëlqenë Allah. Po së punë që po të pëlqenë Allah, kjo punë ka më të më pagu, po të pëlqenë, po paguje. Për shemë, që dikush me dhëmë, po më pëlqenë dhe i grahë, për po eci. A është nërmani këtë dhe? Ose është nërmani dhe këtë. Edhe në dunjo,
merë haram, merë këtë, po më pëlqen mu, po më duhet mu. Ani më në mere, po kime pagu nesër fatur për këtë punë, e i gachëm, kime në logari, të kushton shumë ma shtesë që knetësia që të ka jep produkti i caktuar që ty të ka dashur apo të ka pëlqyer atë.